me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Për çka pyesin ata njëri tjetrin? Lajmin e madh, për të cilën ata kanë mendime të ndryshme. Jo, ata, me siguri, do ta dinë. E pastaj, sërish, me të vërtetë, do ta dinë. A nuk u kemi bërë ne to kështat? E marrë çty? Ne ju kemi krijuar dy lloje mashkull e femër. Dhe gjumin tuaj ua kemi bërë çlodhje. Kur e natën ua kemi bërë mbulesë. Dhe ditën e kemi caktuar për jetesë ekonomizim. Dhe mbi ju kemi ndërtuar shtratë që jetë fortë. Dhe kemi krijuar kandil të shëndritshëm. Ne, nga rretë, u lëshojmë ujorat me dashira, për arritjen e drejtërave dhe bimëve, dhe kopsheve të dendura. Me të vërtetë, dita e sarimit është caktuar. Dita kur do të fryhet në buri sur e do të vinë ju, grupe. Dhe qielli do të hapet dhe do të bëhet dyer, dhe malet lëvizin e bëhen si i ajrit fatamorgan. Me të vërtetë, skëtera do të bëhet pusi. Për të këqind vendbanim, që aty të mbeten për gjithmonë. Në të, nuk do të shijojnë as freskim, as pije, përpos ujit të vjuar dhe qetësiave, si shpërblim gjigjes i veprave të tyre. Ata, me të vërtetë, nuk kanë menduar në dhënjet e llogarisë, dhe argumentet tona i kanë mohuar krejtësisht, por ne, çdo gjë e kemi numëruar dhe shënuar. Andaj, shijoni, ne do t'ju shtojmë vetëm dënimin. Me të vërtetë, për ata që i kanë druajtur Perëndis, u janë përgatitur vende kënaqësie, kopshte dhe vreshta, dhe vajzat e reja të njëjtës moshë, dhe kupa të plota, nuk do të dëgjojnë atje në xhenet bisedat e kota as kënjeshtra. Ky është shpërblimi i Zotit tënd, i dhënë sipas llogarisë së veprave të tyre. Zotit të qiejve dhe të tokës, dhe çka gjendet në mes tyre, mëshiruesi, të cilit askush nuk do të mund t'i bezej flas. Në ditën kur Gjebraili dhe engjëjt do të jenë të vëreshtuar, e nuk do të flas askush, përpos atij që do t'i lejojë mëshiruesi, e që do të thonë të vërtetën. Ajo është ditë e pashmangshme, e kush të doj, do ta marrë strehimin te Zoti i vet. Me të vërtetë, ne u kemi paralajmëruar se është i afër dënimi, në ditën kur njeriu do t'i shohë veprat e tija, dhe kur jo besimtari do të thotë, te isha dhe